Fillimisht ai është ndaluar në pikën kufitare në Merdar për disa orë, më pas është transferuar në një nga qendrat e paraburgimit në Beograd me një masë ndalese prej 48 orëshe. I është ngritur një akt akuzë për krime lufte të Kosovës të vitit 1999 me një masë paraburgimi prej 30 ditësh. Ne e kemi vizituar disa herë personalisht, sepse komunikimi me telefon nuk i është mundësuar. Gjendja e tij psikologjike është e rënduar dhe emocionalisht po e përjeton shumë rënd, sidomos duke pasur parasysh moshën e tij 77 vjeçar. Ai nuk ka asnjë lidhje me akuzat, këtë gjë ka vërtetuar edhe avokati që ne i kemi angazhuar, që i ka mbaruar të gjitha procedurat ligjore dhe ai është duke u mbajtur pa asnjë provë, pa asnjë evidencë, pa asnjë dëshmi tash e 3 muaj. Kemi pasur komunikim me përfaqësuesin e zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, zoti Jetish Jashari, i cili e ka vizituar babin disa herë. Thirrja jonë është shumë e qartë, kërkojmë që institucionet e Kosovës të bëjnë gjithçka të mundur për lirimin sa më të shpejtë të babait tonë.